do ta kuptosh një gjë, ti dhe unë dhe çdo kush tjetër që beson Zotin hak, se ajo që agodit robin është hajër për te. Edhe nëse në sytë tonë duket e keq apo e rëndë, ajo është hajër për robin. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Do ta kuptosh pastaj një gjë tjetër gjithashtu, se Zoti të keqen robit nuk ja dën. Po ashtu, rastësi nuk ka, por çdo send është me kader, është me urtësi të kryer. Pastaj, fakti që Zoti e zgjedh dikand me spravu më shumë, kjo nuk do thot në asnjë rrethon, asnjëherë për jetë se Zoti ja ka inati apo e don atë tjetrin që sferovan më pak më shumë se saktë. E kundërta mund të jetë, por kjo jo. E kundërta mund të jetë në shumicën e rasteve, sepse hadithet ashtu. Idha habba Allahu abdan ibtalahu. Kur don Allahu një rob e spravan. Nuk thot hadithi kur e don Allahu një rob nuk e spravan. Ja, kur e don një rob e spravan. E pastaj, nëse Zoti gjen forcë që nuk kupton sabër, durim, sprov dhe kënaqësi, razillok, jem razi me të që ka që Zoti. Jem razi, kam pajtu me të që ka që Allah Azza wa Jall, i shtohet sprova. Kë prap jem razi me të që ka që Zoti, qatë vjen për Zoti mirë se vjen, i shtohet sprova. I shtohet sprova, simbas imanit ti. Derisa të hes në për tokë dhe as një mkat gjëna në trupin e vetë nuk e ka.